Sish edhe me legjë, është ndalume. Po prapë se prapë edhe për një shuplak duhet më ndo. Po nuk është e për një shuplak, pse më ndo? Jo, ajo është një farë momentale, është dhunë, po mujna mi tha një farë dhunë thojza, se ajo në një farë reagimi momental që i ndodhë si cili qift, s'ka qift perfekt. Unë nuk e di, perfekt nuk ka qift në botë. Ndështë publikisht me arsyetu asë dhe një shuplak, saj përket kësaj, sepse dhuna është dhunë. Një shuplak sot, nesër ndodh me keqa. Nuk është komunikimi me fillun dësha. Ka shumë raste që me një shuplak qifti tani ratot. Jo, gjdo gjë zgjidhjet, jo. Po flasë prej përvojës si i kum dëgju dhe i kum pa. Zahida, mos të dojmë dështa mesazhet të tilla. Të kërkoj shumë falje, për nuk duhet dhe ndështa mesazhet të tilla. Në rregull, vetëm se nuk është, ndështa nuk duhet ta normalizojmë. Se tradicionalet kanë qëndru gratëve. Kanë qëndru për hatër të tjerve, për hatër familjes, për hatër të fjallë, po pse duhet me mbajt për hatër, pse nuk duhet me mbajt për dashni, po për hatër, sepse pastaj ku po mbetet, sot kemi shumë ndoshta të moshës madhore që ndohen, sepse ka ardhë koha e modernizimit edhe ndohen, sepse nuk duron më. Pak me duru, pak durim duhet me pas në qift marrëdhënie. Nuk ka gjithçka excellent, nuk ka gjithçka modern, nuk ka gjithçka e përkryer. Duhet me gjithë një gjutë përbashkë se cili qift. Me gjithë atë thelbi kryesor. Po, gjithë shka është tek, ndështë tek mardhënja dhe komunikime, po ju tek dhuna asë njëherë. Ndjenja, të dhuna, po thëmë ka, aja, jashta... Po kuptoj çka po do të më thon, po që ndoshta ndonjëherë mund të më ndodh ajo, po. Dikush e ke kuptuar, po nuk është dhunë që do të me dhon një shuplak gruajës së bashkëshortit, që para 2 ditëve një lajme, po. Jo, nuk është.